Dasma myzeqare ishte projekti i radhës në kuadër të aktiviteteve të suksesshme shkollore të realizuara gjatë këtij viti nga nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Nxënësit e klasës së 11 së bashku me mësueset kujdestare sollën improvizimin e kësaj ngjarje të madhe familjare dhe shoqërore, duke treguar traditat e vjetra të myzeqes. Sheshi para shkollës u shndërrua në një atmosferë festive ku tingujt e muzikës popullore, vallet tradicionale dhe kostumet karakteristike të punuara me dorë rikthye në kujtesë një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor të myzeqes, ndërsa nxënësit e klasave të tjera dhe mësuesit u bën pjesë e festës. Traditat janë kujtesa e gjallë e një populli, ishte qëllimi kryesor i këtij projekti. Traditat janë kujtesa e gjallë e një populli. Një frymë e butë që kalon nga brezi në brez pa u vënë re, por që lë gjumë të thella në zemër. Ato jetojmë në mënyra si shprehemi, si kujtojmë, si qeshim, dhe në mënyrën e heshtur me të cilën mbajnë pranë edhe ata që nuk janë më. Rëndësia e ruajtjes së traditave nuk qëndron thjesht tek zakonet, por te ndjenjat që ato mbajnë brenda vetes. Nëpërmjet projektit, nxënësit sollën me detaje momentet më domethënëse të dasmës myzeqare, duke nisur nga përgatitja e dhëndrit, marrja e pajës deri tek ardhja e nuses, e shoqëruar me këngë, urime dhe rituale tradicionale. Për organizatorët, ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore është një mision i rëndësishëm edukues, që ndihmon brezat e rinj të njohin rrënjët dhe historinë e tyre. Dasma myzeqare dëshmoi se traditat mbeten një urë lidhëse mes së kaluarës dhe së ardhmes, duke mbajtur gjallë identitetin kulturor të zonës. Jam e lumtur që për të dytin vit radhazi, ne realizojmë projekte kushtuar myzeqes. Duke filluar që vitin e kaluar me projektin Unë jam myzeqar, dhe këtë vit sollëm para jush një realizim të një pjese shumë të rëndësishme të traditës myzeqare, dasma myzeqare. Sot, kur e pas nxënësit të realizonin, të performonin dhe gjithë emocionet që na përcollën, mendoj se e arritëm qëllimin. Pasi që sa lindi kjo ide, dëshira ime ishte që nxënësit të mos mësonin për traditat vetëm nëpërmjet librave, por ta jetonin atë, ta ndjenin dhe ta përcjellin me krenari. Me duartrokitjet e pjesëmarrësve dhe atmosferën festive që shoqëroi aktivitetin, projekti u mbyll me mesazhin se vlerat dhe zakonet e trashëguara duhet të ruhen e të përcillen brez pas brezi.